Për shëndetje miq të dashur. Dola pak kështu me marrë pak art pasër, se më bani Bedri Hamza nervoz. I paska kërku edhe presidentin. Dytë bashkë, o ata, po dy emnat me qitë PDK-ja. Shkojna mi të ndëgjojmë i lutem Bedri Hamzën edhe të diskutojnë së bashku. Sakt se po e shoqim po e interpretojnë në mënyra të ndryshme. Presidenti të zgjedhet nga kandidati i propozuar apo kandidati i propozuar prej Partisë Demokratike të Kosovës të jetë president. E nëse dikush se ka kuptu mirë, po e sqaroj sonte. Jena kuptum, nëse du t'ja kuptu. Nuk ka qenë propozimi momentit taj. Partia Demokratike merr pjesë në procesin e zgjedhjes se presidentes apo presidentit që kandidati i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës zgjedhet president. Kjo është qendrimi. Kjo është qendrimi sa. Dhe në këtë rast, për dhe matutja, duhet pas të dy kandidat ngor, propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Të dy. Ne kemi pas edhe një moment tjetër si Partia Demokratike e Kosovës. Pa. E mëre miq të dashur. Shfodris kam fjallë zisha me thonë. Për sytë bazë zisha me thonë. Edhe lips, edhe zgës. Miq për javlu juve. Mirën dhe gjofshëm, mirë pashme të rase, pasha zoti ftoft. Që ka gja një ftoft si malë. Veç ju mbani pak nervës, tash dalë qëtita pak si kuku në eme. Edhe lips edhe zgës nuk pas ka sen ma keqa. Ju përshëndes miq të dashur.